do të llogarisni që ishim gati 1 muaj pas rezultatit të zgjedhjeve. Unë me këtë tempin tim që kam që nuk do ndryshoj kurrë, duke nxitu për të kap ato tavolinat që na i zinin dhe këto lulzimset, se mirë që s'kishin ndërmend, por na i zinin edhe ne që donim të kontrollonim dhe të ruanim votat e Belindit. Unë rrëzohem dhe thyej dorën. Me 16 maj. Nuk e harroj sepse ishte 2 ditë mbas dhe kam kalu një periudhë shumë keqe se rezultati i zgjedhjeve po. Unë isha me dorë të thyer po dhe ishte dora djathtë që unë s'boja dot asgjë. Dhe mami më zuri krevatin. Nuk e harroj kur më morën telefon nga Alianca, më thonë që kanë filluar punimet tek sheshi i teatrit. Unë shkova aty edhe kam bërë biles një live edhe më shumë vinte zor, se thash do të thënë njerëzit kjo është e çmendur tani me dorë të thyer tani edhe vjen edhe këtu na dërdollit. Ndërkohë që mbas 2 ditësh mami ndroi jetë. Edhe është ajo që mbase kishte shumë të drejtë për disa gjëra, mbase edhe ne duhet ta kuptojmë atë shqetësimin e nënës, se jemi vetë nëna dhe e dim shumë mirë çfarë ndodh nëse fëmia mund të cënoj dikë apo mund të cënoj edhe shtetin e tërë. Dhe nga ana tjetër mendoj se mënyra se si flisnin njerëzit, edhe gjatë ceremonisë mortore, mendoj se i kam bërë krenar për aq sa kam mundur. E ti pse ta bëra këtë pyetje, Adriana, ti je divorcuar. Domethënë, je ndar para shumë vitesh. Në 98. Dhe ti jeton e vetme tani, sepse fëmijët janë martuar e tjerë. Dhe njeriu gjë e parë që mendon, thotë ti del për ditë intensive, ke bërë deri tani 80 mos gatoj. 80 kallëzime e pak. S'ke, domethënë kallëzime për të gjithë, deri lart, pa shmangur asnjë, si askush. Shumica lart. Shumica lart, bravo. Faleminderit. Ka shumë të drejtë. Dhe njeriu mendon, më kur kthehet në darkë Adriana në shtëpi, ku e mbështet kokën, ku e merr forcën? Ku e ke? Se dikush ka një prind, dikush ka një bashor, dikush ka një... Po Adriana, ku e gjen? E para unë